futet dikush te një prej sahabëve radhiyallahu anhum në momentet para vdekjes. Pra ishte i smur dhe shikojnë që fytyra e tij ndrinte, ndriçonte dhe e pyet se cili është shkaku i kësaj gjëje. Thot, nuk ka diçka e cila është më e vlefshme dhe më e duhura për mua se sa dy gjëra. Nuk kam patur zakon të flisja. Pra e kisha zakon të mos flisja në atë që nuk më duhej dhe zemra ime ka qenë pa inate me muslimanët. Po kështu muarriq al-ajli, Allahu më shiraf thot, është një çështje që kam kaq vite që po e kërkoj. Dhe akoma nuk jam mjaft, akoma se kam zotruar. Dhe kur nuk do e lë atë. I thanë cila është ajo? Ja kthen el-kafu amma la ya'nini lënia asaj që nuk më duhet. El-Hasan el-Basri, ky tabin i madh. Allahu më shiraf thot, shenja që Allahu e ka lënë një rob, nëse Allahu me këtë rob nuk është në atë gjë, në atë çështje, është që ky rob angazhohet dhe merret me të tjerët. Pra merret me atë që nuk i intereson dhe nuk i duhet. Pra të marrurit me të tjerët, kur nuk duhet merresh me ta, në fakt është diçka jo e mirë. Sepse njeriu do të merret me veten e vet. Shikoj punët e veta, veprat e veta, fjalët e veta. قرار واسم وذا مرتاح